Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi për të komentuar pak dhe për të analizuar ngjarjen që në fakt tashmë është familiarizuar shumë. I ftuar në fan club babai i Selin Bollatit, Jeton Bollati, ka dhënë deklarata shumë të forta ku kërkoi edhe nëpërmjet kanunit ta shqyrton këtë çështje, ofendimet e Rogertit të drejtuar kundër drejt Selinës. Domethënë babai i Selin tha që unë nuk do takohem kurrë me Rogertin, por unë i çoj të fala babait të Rogertit dhe këtë punë e bëj me kanun. Domethënë kanuni ka ligje të forta. I ftuar në Shqipëria Live ditën e djeshme ka qenë vëllau i Rogertit, i cili ka folur rreth lojës së Rogertit brenda shtëpisë dhe rreth ngjarjeve që ndodhin në atë shtëpi. Ai ka thënë që dhe Rogertin e kanë ofenduar, dhe Rogertin e kanë denigruar, dhe Rogertin e kanë poshtërsuar, i kanë përmendur djalin e tij 3 vjeç, nuk kanë nevojë përse ta fusin nipin tim në një format të këtill, do të thënë atë që kanë dhënë atë kanë marrë, kështu e tha vllau i Rogertit. Ndërsa për kanunin, konkretisht ai tha, do të ishte mirë, thot vllau i Rogertit, të fliste privatisht babai i Selinës dhe jo në televizor. Rrugët i ka të hapura, do me thënë, por ne nuk duam konflikt. Mund të marrë babain në telefon kur të doj dhe të flasin dhe të bien dakord. Do me thënë, vëllau i Rogertit thot që nëse babai i Selinës dëshiron që këtë gjën ta vazhdon me kanun, do me thënë sipas traditave të kanunit, rrugët i ka krejtësisht të hapura, por neve nuk duam që të kemi do me thënë nuk duam të vazhdojmë si gjë, nuk duam që të krijojmë probleme brenda një gjëje që realisht i takon një formati të lojës. Por thot ne presim që t'i bën babai ton telefon, pasi që vetë zoti Jeton kërkoi që të telefonon të jatin e Rogertit. Më mirë thot do të ishte që të qetësohen aty brenda dhe ta qetësonin ndodhinë e tyre aty brenda edhe të tregonin gjëra të bukura, të qeshnin edhe të gëzonin me njëri tjetrin se në fund të ditës thot janë në një lojë. Bëjnë edhe shaka kur duan. Ne e ndjekim Rogertin, duhet më mirë të qetësohemi dhe t'i lëm gjërat nga jashtë se nuk ja vlejnë. Do me thënë, vllau i Rogertit alarmon që këtë historinë e madhe që po përflitet, që do me thënë babai i Selinës e ka marrë kaq privatësisht, ta lën komplet nga jashtë. Tani këtu dua pak të ndaloj në një pikë ku e pyetur në Top Albania Radio, mbaj mend ishte Angie, e cila ka thënë për marrëdhënien mes Rogertit edhe Selin, e pyetur do me thënë nga moderatorja e atij emisioni, u pyet në qoftë se Selina dhe Rogerti në një pikë të lojës do të afroheshin me njëri tjetrin. Dhe Selin nuk është se ka dhënë në fakt, le të themi pika që mund të afrohet me Rogertin, por Angie tha që Big Brotherit nuk i dihet, edhe në një pikë të lojës këto të dy edhe mund të afrohen për interesin e tyre. Do të thënë kemi parë aleanca shumë të rënda viteve të tjera dhe familjarët nuk e kanë marrë kaq private. Më pas, vëllau i Rogertit në intervistë ka detajuar gjën përfund dhe thotë: do ishte mirë të fliste privatisht për babain e Selinës dhe jo në televizor. Rogerti po luan lojën thot si të tjerët. Unë kur hyra i thash bëni lojën më të bukur, do me thënë. Edhe Rogertit ja kam përmendur djalin, por edhe duhet atyre t'ju vit turp siç duhet t'i vit turp Rogertit. Do të thënë këto ishin pak e shumë deklaratat që vllau i Rogertit bëri ditën e djeshme. Tani unë këtu dua pak të ndaloj në një pikë tjetër. Televizioni është duke krijuar një show edhe nga jashtë. Mos vall intervista të këtilla duke bërë pyetje provokative gazetarët kundër drejt familjarëve krijojnë një lloj tensioni jashtë, sepse më përpara, flas në Big Brotherat e mëhershëm,
nuk kishte përfshirje kështu të familjarëve. Tani, ato duhet të jenë të prekur familjarët e Selinës, me patjetër që duhet të jenë të prekur, sepse Rogerti ka prekur në nderin e asaj familje. Do me thënë tani Rogerti gjatë gjithë kohës e quan vajzën e tyre një vajzë për dal, një vajzë pist, do me thënë i ngjitën meshkuj, i ngjitën fjalë që Rogerti thot unë i di shumë mirë, dhe thot unë e njoh shumë mirë thot Selinën nga jashtë. Por mbi të gjitha, edhe Selina i thot që ma thuaj se si më njeh. Mendoj që gjërat e lëna pezull nga ana e produksionit, mos sqarimet siç duhet sqaruar situatat, frika e madhe që opinionistët t'i flasin Rogertit edhe ta ngjisin Rogertin për muri, sepse unë te opinionistët me thënë drejtën shoh vetëm një lloj frike dhe panike. Kjo e bën situatën që familjarët jashtë të krijojnë një lloj lufte dhe të përmendin kanune. Unë e shoh babain e Selinës shumë të inatosur, por unë mendoj që gjërat që të mos krijohet tension i madh, ashtu siç edhe vllau i Rogertit tha, unë mendoj që le t'i lëm gjërat të rrjedhin deri në fund. Produksioni duket që po e përdor si situatë sepse po përfshin edhe familjarët, do me thënë linjat online, të ftuarit në studio, pyetje provokative, pyetje tensionuese për banorët brenda për lojën. Kjo normalisht krijon një lloj debati, një lloj diskutimi, krijon një lloj hasmërie. Dhe siç duket mes familjes së Selinit dhe familjes së Rogertit, por unë më shumë e shoh mes familjes së Selinit, është krijuar një lloj urrejtje e madhe për Rogertin dhe do me thënë e kanë marrë lojën shumë privatisht. Tani unë do kisha dashur që familjarët e Rogertit, pa marrë parasysh që flasin në rrjetet sociale në këtë formë, unë do kisha dashur që mesazhet të cilat t'i jepeshin Rogertit, t'i jepeshin pak mesazhe më të prera, se nuk është e drejtë dhe nuk është e bukur që të futesh ti në një format siç është Big Brother dhe të thuash që unë erdha këtu ta ndihmoj Selinën, por ajo më ktheu shpinën. Nëse ti ke shkuar me një amanetin e një tezes të Selinës që ta ka dhënë dhe ajo është e gabueshme. Tezja ta ka dhënë si mesazh për ta ndihmuar sepse ka patur besimin tek ti, por edhe Selina nëse ta kthente shpinën, ti mos e trego veten në këtë formë, mos e trego veten në këtë nivel sepse ti po denigron veten. Nuk është se po i ndihmon vetes tënde. Unë mendoj që Rogerti ka hyrë me një mision dhe misioni i Rogertit është që unë t'i ofendoj të gjitha këtu. Dhe duke i ofenduar të gjitha, Rogerti dëshiron që të arrijë punën që këto banor t'i gjuajnë. Prandaj Rogerti i do me patjetër i do tensionet në shtëpi. Do të thënë Rogerti lufton për tensionin në shtëpi. Në momentin që këto banor do ta gjuajnë Rogertin me diçka, qoftë me një gotë, qoftë me një shpull, do të vijë një zarf i zi në shtëpi dhe Rogerti me zarfin e zi do dëshiron t'i nxjerrën jashtë. Do të thënë ai ka ndjekur Big Brothera, zakonisht to që ndjekin Big Brothera i nxjerrin me zarfa të zi, siç bënte Gjesti vitin e kaluar, por mendoj që banorët kanë arritur që ta kuptojnë sekretin e Rogertit dhe nuk bin pre më e lojës së tij. Ka 3 ditë që për shembull Selin nuk ja var fare. Rogerti flet ç'a të don, Rogerti sillet si të don, Rogerti e provokon, e shikoja që edhe sot dëshiron të krijon tensione, por Selin nuk ja var sepse e shikon që Rogerti më e ka tepruar. Ndërsa jashtë unë mendoj që gazetarët duhet të jenë pak më të kujdesshëm. Edhe me familjarët